Presidenti Donald Trump thot se të premten do të presë në shtëpinë e bardhë udhëheqësin e Ukrainës për të nënshkruar një marrëveshje për minerale të ralla. Marrëveshja do t'u jepte Shtetet e Bashkuara të drejta thelbësore për shfrytëzimin e mineraleve të ralla të nëntokës ukrainase dhe do të kompensonte Washingtonin për armët të dërguara Kievit për luftën 3 vjeçare kundër agresionit të Moskës. Do të nënshkruajmë një marrëveshje shumë të rëndësishme për mineralet dhe çështjet e tjera. Por udhëheqësi i Ukrainës vuri në dukje një pikë thelbësore që nuk është përfshirë në këtë marrëveshje, garancinë konkrete për sigurinë e Ukrainës. Më parë, presidenti amerikan hodhi poshtë një aspirat thelbësore të Ukrainës, antarësimin në NATO. In this deal, there are only, basic things about that. Në këtë marrëveshje flitet vetëm në përgjithësi për garancitë e sigurisë, por mendoj se nuk është veçanërisht për këto garanci. Hapat e ardhshëm duhen të jenë për të. Pa garanci sigurie për të ardhmen, nuk do të kemi paqe dhe arpushim të vërtet. Nëse nuk e kemi këtë, asgjë nuk do të funksionojë. Nuk do të kemi asgjë. If we don't have it, nothing will work. So, we will have nothing. Olena Prokopenko me fondin Gjerman Marshall thot se marrëveshja për mineralet ishte pjesë e formulës origjinale të presidentit Zelensky për paqen. It is difficult for the Ukrainian government to completely Është e vështirë për qeverinë ukrainase që t'i kthehet plotësisht ofertës. Fatkeqësisht, projekt propozimi që ju ofrua Ukrainës në përgjigje të këtij propozimi ishte teje zgënjyes dhe njarshëm. Por tani që marrëveshja duket të jetë shumë e balancuar, qeveria ukrainase është gati ta nënshkruajë. More balanced, the Ukrainian government is ready to sign it. Zonja Prokopenko, ish-kërkëtare e ministrit të financave të Ukrainës, thotë se pret disa përmirësime para nënshkrimit të marrëveshjes. There is some progress in terms of mentioning guarantee. Ka disa përparime sa i përket garancive si një faktor, por do të duhet të jetë shumë i detajuar në marrëveshjen përfundimtare, sepse për momentin në thelb nuk ka një lidhje specifike me sigurisë dhe investimeve. Aktualisht duket si një marrëveshje investimi dhe jo si një marrëveshje sigurie. Like an investment deal, but not as a security deal. Detajet e tjera pritet të finalizohen përpara përfundimit të luftës në Ukrainë. Rusia aktualisht kontrollon rreth 1/5 e territorit të njohur ndërkombëtarisht të Ukrainës. Moska është zotuar se nuk do të kthejë asnjë pjesë në atë që do të ishte një marrëveshje paqeje.